Në lule të jetës, ju nënshtrua një operacioni në gjuhë. Vdes futbollisti I njohur. Bota e futbollit të Argjentinës është tronditur nga lajmi I ndarjes nga jeta të mesfushorit të ri Camilo Nuin, vetëm 18 vjeç, I cili ndëroi jetë gjatë një ndërhyrje kirurgjikale në gjuhë. Klubi I tij, San Telmo, konfirmoi lajmin e dhimbshëm mbrëmjen e së mërkurës, duke bërë të ditur se lojtari po I nënshtroi një operacioni rutinë në klinika Espora në Adrogué, Buenos Aires. Ndërhyrja kishte për qëllim trajtimin e dëmtimeve në menisk dhe ligamentin e kryqëzuar, procedurë kjo e zakonshme për sportistët. Megjithatë, shkaqet e vdekjes nuk janë bërë ende të ditura dhe autoritetet kanë nisur një hetim për të zbardhur rrethanat e tragjedisë. Në një deklaratë, San Telmo u shpreh: "Me hidhrim të thellë, ju njoftojmë për ndarjen nga jeta të Camilo Ernesto Nuin, një lojtar nga divizionet tona të rinjve dhe ekipi rezervë. Klubi do të qëndrojë I mbyllur gjatë ditës në shenjë zie. Ne qëndrojmë pranë familjes, miqve dhe shokëve të ekipit në këtë moment të vështirë." Camilo Nuin ishte pjesë e San Telmo që nga viti 2022, ndërsa më parë kishte kaluar në akademitë e Boca Juniors dhe Independiente, ku kishte grumbulluar mbi 80 paraqitje me ekipet e të rinjve. Homazhet për të kanë ardhur edhe nga shoqata e futbollit Argjentinës, AFA, e cila përmes një deklarate tha: "Shoqata e futbollit Argjentinës nëpërmjet presidentit të saj, Claudio Tapia, dhe komitetit ekzekutiv shpreh hidhrimin e saj për vdekjen e Camilo Nuin dhe I shpreh ngushëllimet familjet së lojtarit." San Telmo, klub me seli në Buenos Aires, garon në divizionin e dytë të futbollit Argjentinës.